Dhe ato duhet t'i di përmendsh besimtari, sepse është e rëndësishme për çështjen e gabimeve në namaz ose mungesa e kështu me radhë. Do të thënë ajo është me rëndësi njeriu t'i di edhe përmendsh, edhe ta di se cilën vepër që është duke bërë, a është prej shtyllave, apo është prej obligimeve, apo prej suneteve, dhe për obligimet dhe sunetet do të flasim më vonë. Pra këto 14 shtylla janë qëndrimi në këmbë, për atë që ka mundësi, tekbiri fillestar ose tekbiri i ihramit, leximi i surës Fatiha, rukuja, drejtimi, do të thënë qëndrimi drejt pas rukus, pastaj sejdja në 7 pjesë, ngritja prej sejdës, qëndrimi ulur mes dy sejdëve, qetësia në të gjitha veprat, renditja mes këtyre shtyllave, do të thënë 10, pastaj 11 teshehudi i fundit, ulja për teshehudin e fundit, salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe selamet. Do të thënë 2 selamet në djathtën e të majt. Siç i ka përmendur autori rahimahullah, kurse për detajet folëm.